Në Teatrin Migjeni në Shkodër ka nisur edicioni i 10 i Festivalit të Këngës Qytetare Lule Bor, një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të qytetit, organizuar nga Bashkia. Në ndërtimin artistik të Inva Mulës dhe Zef Çobës, nata e parë përcolli 16 këngët e reja të këtij edicioni, që ndërthur traditën me krijimtarinë bashkëkohore. Për sopranon me famë botërore Inva Mula, Lule Bor është një gërshetim brezash që ruan identitetin dhe shpirtin e muzikës qytetare. Në fakt kjo natë ishte magjike, ashtu si vetë Lule Bora, që është edhe do të thoya simboli i qytetit, simboli i muzikës për gjithë ne. Mbi të gjitha ishte një nivel i lartë artistik, ishte një identitet shkodre, edhe një identitet i muzikës së vërtet shqiptare. Edhe për këtë jam shumë e lumtur se vetë publiku me entuziazmin e dha këtë përgjigje. Një nga risitë e këtij edicioni jubilar është rikthimi pas më shumë se 3 dekadash i hapësirës për orkestrën simfonike në skenën e Teatrit Migjeni, që i jep festivalit një dimension të ri artistik. Për dirigjenten Elda Laro, pjesëmarrja në këtë festival është një moment i veçantë në karrierën e saj artistike. Është provoja e parë për mua si pjesëmarrëse si dirigjente e festivalit Lule Bor. Nuk kisha provuar asnjëherë domethënë të dirigjoj këngë të muzikës të tillë, domethënë sepse merrem me muzikë klasike me këngëtar të operës, kështu që ka qenë një eksperiencë me të vërtetë veçantë. Por në natën e dytë finale, juria e përbërë nga emra të njohur të muzikës shqiptare, nga 16 këngët pjesëmarrëse ka përzgjedhur 8 prej tyre për të vijuar garën për çmimet e Lule Borës.